Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Factor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. 20 shkurti. Dashi. Sot ndihesh plot energji dhe dëshirë për të vepruar. Në punë, mund të lindin mundësi për projekte të reja, ose për të marrë iniciativa në situata që kërkojnë guxim. Instikti yt është i fortë dhe mund të udhëheq drejt vendimeve të sakta. Në dashuri, komunikimi i hapur ndihmon të shmangësh keqkuptimet. Partneri të vlerëson për sinqeritetin dhe kujdesin. Beqaret mund të takojnë dikë tërheqës përmes miqve ose aktiviteteve sociale. Demi, 20 shkurti, kërkon qetësi dhe qëndrueshmëri. Në punë, përkushtimi dhe organizimi të ndihmojnë të arrish rezultate konkrete, veçanërisht në projekte që kërkojnë durim dhe fokus. Në dashuri, tregohu i durueshëm dhe i aftë me partnerin. Beqaret mund të njohin dikë përmes aktiviteteve kulturore ose sociale. Financat janë stabile. Binjakët, mendja jote është aktive dhe kurioztare sot. Në punë, ide të reja dhe qasjet kreative mund të sjellin mundësi për projekte të reja ose për të zgjidhur çështje të vështira. Komunikimi me kolegët është i rëndësishëm. Dëgjo të tjerët dhe ndaj mendimet tua me qartësi. Në dashuri, shmang keqkuptimet dhe tregohu i hapur me partnerin. Beqaret mund të takojnë dikë tërheqës. Financat kërkojnë organizim dhe planifikim të kujdesshëm. Gaforja, ndjeshmëria është e lartë sot. Në punë, intuita dhe përvoja jote të ndihmojnë të marrësh vendime të sakta. Në dashuri, një gest i vogël ose një fjalë e sinqertë mund të forcojë lidhjen. Beqaret mund të kenë një takim të papritur dhe emocionues. Financat janë stabile, nëse shmang shpenzimet impulsive. Kujdesu për shëndetin, veçanërisht për gjumin dhe ushqimin. Sot është ditë e mirë për reflektim. Luani, sot ndihesh më energjik dhe plot vetbesim. Në punë, përpjekjet dhe talenti yt mund të sjellin vëmendje dhe mundësi për projekte të rëndësishme. Në dashuri, shmang dramat dhe dëgjo partnerin. Kjo forcon marrëdhënien. Beqaret mund të takojnë dikë tërheqës. Financat kërkojnë maturi dhe shmang shpenzime impulsive. Kujdesu për shëndetin, duke bërë sport ose aktivitete fizike. Virgjëresha, sot 20 shkurti, përqendrimi dhe organizimi janë çelësi i suksesit. Në punë, aftësia jote për të analizuar detajet dhe për të planifikuar hap pas hapi të ndihmon të marrësh vendime të sakta dhe të arrish rezultate konkrete. Mund të lindi mundësi për të përmirësuar procedurat ekzistuese ose për të nisur projekte të reja. Peshorja, sot kërkohet harmonizimi i energjive dhe ruajtja e balancës. Në punë, bashkëpunimi me kolegët sjell rezultate më të mira se sa veprimet individuale. Dëgjo të gjitha palët dhe ndihmoje dialogun. Në dashuri, komunikimi i sinqertë dhe vëmendje ndaj partnerit forcojnë marrëdhënien. Akrepi, intensiteti dhe fokusi janë të larta sot. Në punë, mund të marrësh përgjegjësi të reja ose të zgjidhësh çështje të mbetura pezull. Instikti yt është i fortë dhe duhet ta besosh intuitën për vendime të rëndësishme. Në dashuri, emocionet janë të thella, shmang xhelozin dhe kontrollin. Beqaret mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterios ose i veçantë. Shigjetari, energjia dhe optimizmi janë në kulmin e tyre. Në punë, ide të reja dhe qasjet kreative mund të sjellin mundësi të papritura për zhvillim. Përpiqo të mendosh jashtë kufijve dhe mos u frikso nga risi që mund të çojnë me sukses të mëdha.
Në dashuri, sinqeriteti dhe dialogu i hapur forcojnë lidhjen me partnerin. Beqaret mund të takojnë dikë të veçantë. Britsjapi, sot 20 shkurti, përgjegjësia dhe përqendrimi janë të domosdoshme. Në punë, durimi dhe përkushtimi japin rezultate konkrete dhe mund të lindë mundësi për projekta fatgjata ose rol udhëheqës. Partneri kërkon vëmendje dhe mbështetje, tregohu i hapur dhe i ndjeshëm për nevojat e tij. Beqaret mund të tërhiqen nga dikush serioz dhe stabil. Ujori, sot energjia jote kreative dhe frymëzuese është e lartë. Në punë, qasjet jo konvencionale dhe idetë inovative mund të sjellin zgjidhje të jashtëzakonshme dhe mundësi të papritura. Bashkëpunimi me të tjerët është produktiv, por mos lejo që egoja ose konkurenca të ndikojë vendimet e tua. Në marrëdhënie, ke nevojë për hapësirë personale, por partneri të vlerëson ndershmërinë. Peshqit, ngjeshmëria dhe intuita janë në kulmin e tyre sot. Në punë, vendimet që bazohen te perceptimet e brendshme shpesh do të jenë më të sakta se analizat racionale. Në dashuri, romanca thellohet nëse tregohesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Ndjenja e përbashkët do të forcojë marrëdhënien. Beqaret mund të përjetojnë një lidhje shpirtërore të veçantë që sjell frymëzim dhe kënaqësi. Financat kërkojnë kujdes ndaj shpenzimeve impulsive dhe planifikim të mençur. Kujdesu për shëndetin, duke bërë pushime të shkurtra, medituar ose duke kaluar kohë për reflektim dhe qetësi shpirtërore. Sot është ditë për art, kreativitet dhe pastrim emocional. Një gest i vogël mirësie ose një fjalë e sinqertë mund të sjellë bekim të papritur dhe të forcojë marrëdhëniet personale. Besoj zemrës dhe intuitës. Veprimet e sotme mund të krijojnë mundësi të reja dhe të hapin rrugën për përvojat të ardhshme. Sot është një ditë ku emocionet dhe kreativiteti mund të kthehen në fuqi personale. Dhe si përfundim pra, 20 shkurti është një ditë që na fton të jemi të vetëdijshëm për emocionet dhe energji që na rrethojnë, duke përdorur intuitën dhe mençurinë për vendime të rëndësishme. Sot, disa shenja ndihen plot gëzim dhe iniciativë. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video, na bëni një like dhe subscribe dhe na tregoni se cila shenjë e horoskopit jeni ju.